Top Albania Radio, she's on air. Hello, edhe ja ku jemi rikthyer pasi përcollëm dy shoqet tona. Jemi prap këtu për të folur akoma me shumë nostalgji, se kemi akoma shumë gjëra të tjera për të thënë, por na janë bashkuar edhe për të sjellë dy shoqe të reja. kolegë të reja. Çështë vërteta kemi disa mungesa të vajzave të tjera dhe janë mjaftueshëm të justifikueshme sepse vera ka filluar edhe patjetër i gjejmë bregu detit. Por duke marrë ngjyrë. Patjetër që vajzat që ne kemi këtu kanë po ashtu emocione për të treguar sepse shizoneri sadopak kohë sikur dhe vetëm një herë të ishe këtu, besoj ka dhënë emocion secilës prej nesh. Mos qaj Stelina që tani. Unë kam qarë përpara se të hyja, se nëse kamera mund të fokusohet, unë i kam pak të pjesë këtu pak më të thata se ç'duhet. Edhe nuk e di nëse make-upi është akoma on top, po imi në on top. Nikol, ti nga ana tjetër? Unë gja e di çfarë më pret nesër me She's on Top klubin. Okay. Kështu që po mundohem ti përballoj të gjitha nga pak. Shizoneri ka patjetër atë vetin e vet tek unë, kështu që tani unë e di që po të dyja ju jeni prekur goxha që pa nisur akoma. Vajza Stelina, ti pse u preke? E di pse preke me ngjesa, të them të drejtën, kisha shumë kohë pa e menduar që në fakt ka qenë një sezon i tërë që kam punuar fort, kam gjetur njerëz të mrekullueshëm që më kanë mbështetur. Çfarë nuk kam kaluar gjatë këtij sezoni, shumë emocione, të mira, të këqija, e kam njohur veten time në një dimension totalisht ndryshe që mendoj nëse nuk do e kisha eksperimentuar kaq gjatë në ekran, në televizion, në radio, në çdo gjë që më është dhënë mundësia të eksperimentoj gjatë këtij sezoni, nuk do ta kisha njohur kurrë veten kështu. Nuk e dija që Stelina mund të mbante kaq shumë. Nuk e dija që Stelina ishte kaq e fortë, nuk e dija që Stelina mund të dilte në ekran, nuk e dija që Stelina mund të bëhej zëri i shumë njerëzve, nuk e dija që mund të isha inspirim për disa njerëz. Nuk e dija që disa njerëz do m'urrenin, nuk e dija që disa njerëz do më donin. Por unë jam Stelina Kurila. Kam thënë që në fillim që do qaj, po nuk duhet qaj. E di pse në këto fjalë që theti Stelin, unë përjetova edhe pak veten time, pse se po më duket sikur viti i ri nuk ka nisur nga janari, po viti i ri, të paktën në jetën time qoftë personale, qoftë profesionale, ka nisur sigurisht nga shizoneri dhe mbrapa. Se do të thënë është një projekt, nuk e di për ju që jeni bërë pjesë pak më mbrapa, po sigur na ka sjellë aq shumë të mira dhe aq rritje personale dhe aq shumë ndryshime në çdo sferë, saqë edhe unë do të thënë kur e mendoj prekem, se më duket sikur është brenda një viti je një njeri tjetër. E vërtet. Unë e di që juve nuk do ndaleni kurrë së qarje të gjitha, po përpiqem të bëjmë pak balancat. Dhe dua të fillojmë fakt me Nikol, ta ngacmoj nga pak ose më mirë di çfarë do bëjmë. Enxhi dua ndihmën tënde. Unë do merrem me Nikol, ti do merresh me Stelina. Do filloj një pyetje unë për Nikolin, një pyetje ti për Stelina. Po pse më lejnë Enxhi mua, Enxhi është pikante. Ne ti mbysim në këtë lloj. Shiko. Unë dua ta nis me ty Nikol, ti erdhe direkt pas një eksperiencë nga Big Brother VIP, i cili ishte goxha intensive dhe direkte në rolin e moderatorës. Si u ndjeve, si të duket gjithë kjo? Intensive patjetër, mendoj që përgjegjësia ka qenë ndjesia e parë që kam ndjer edhe që kam dashur ta përvetësoj, le të themi, patjetër që aty ke vëmendjen e të gjitha kamerave, mëson të jesh vet lajmi, kurse mendoj që këtu jam për të dhënë zë historisë të dikujt tjetër, pra. Edhe janë dy anë shumë të bukura të medias patjetër që jam munduar t'i marr më të mirën dhe këtu të reflektoj atë anën tjetër të Nikol që ndoshta në situata të ndryshme si ajo Big Brother janë shumë relative, edhe po, jeta vazhdon, jeta është e bukur, ti rritesh, mëson edhe ecën para. Sa bukur Nikole për shkruajtje, po të njëjtën pyetje unë doja bëj edhe Stelina. Ti gjithashtu erdhe nga një eksperiencë Big Brother VIP, si e përjetove këtë hap nga Big Brother në Shizoner?
A doni një sekret? Do ta nis që nga Big Brotheri, ka qenë një moment që prandaj thashë kam njohur veten time shumë gjatë tyre eksperiencave që kam përjetuar në këtë sezon të tërë, sepse mua viti i ri më nis nga shtatori, me thënë të drejtë. Kam një vit pak më të gjerë, më të gjatë. E të morën vesh sot në falë, të gjithë shikuesit, dëgjuesit morën vesh që neve nuk na nis viti i ri nga janari, neve secili kemi orën tonë. Të na tregojnë kur fillon viti i ri. Ne kemi kalendar. Nëse ne na pyesin kush është super fuqia jote, ne themi e nisim vitin kur na do qefi. Nga sezoni i ri televiziv. Brava. Kur kam qenë brenda në Big Brother, vija patjetër nga një eksperiencë, një reality show, po patjetër jo e izoluar, pa e ditur se çfarë po ndodhte jashtë, pa mungesën e familjarëve që unë kam pikë të dobët etj. Dhe shikoja që kur nisnin Prime-et njerëzit që ishin po në të njëjtat situata si unë, pra banor, në të njëjtat kushte, izolimi etj, kishin shumë emocione. E kuptoja këtë gjë që nga mënyra se si reagonin me duart, shprehit që jepnin në fytyrë etj, përpara se të fillonte Prime. Ndërkohë që unë isha super chill me veten time dhe nuk kisha asnjë emocion. Edhe kjo gjëja u bën 2-3 Prime që filloi dhe po më shqetësonte pastaj. Dhe thash, "Ore, çfarë problemi kam unë?" Pse s'po ndjej nuk emocione. emocionohem. Por këtë gjën që dikur më duk problem, arrita të kuptoja që do më shërbente më tej në eksperiencën time tek të guximshme dhe patjetër në Shizonair, që Stelina nuk kishte emocione. Stelina ishte totalisht e lirë, nuk kishte nevojë që të bënte, qoftë më përpara kur kam dalë në fillim fare në televizor, dhe thoja, unë duhet bëj një parë përgatitje, duhet mendoj çfarë do them, unë nuk mund të shkoj kështu etj, ndërkohë që reality show nuk mund të kesh përgatitje. Ti je totalisht vetvetja, e zhveshur dhe ti nuk e di se çfarë do ndodhi. Dhe arrita të kuptoja që Stelina nuk ka nevojë për një përgatitje paraprakisht. Pra, ti je e lirë dhe mendoj që kjo është gjëja më e bukur dhe më që kam vlerësuar më së shumti njerëzit tek Stelina. Fakti që Stelina ka qenë e zhveshur përpara tyre, si nga emocione, por si dhe nga mënyra se si është shprehur. Edhe patjetër që ka qenë katapult për mua për ta zhvilluar më tej Stelinën në eksperiencën e saj në Shizonair, që realisht nuk e mendoja që do më shërbente kaq shumë për t'u lidhur me njerëz që thjesht dëgjojnë zërin tim edhe thonë, ti ngëllon shumë bukur. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Në fakt, unë kënaqem dhe është ndoshta ndër momentet më të rralla ku mund të qep gojen dhe të dëgjoj zërin Stelinës. Por rikthehem përsëri tek Nikol. Nikol, çfarë do t'i jepje ti? Çfarë mendoje ti se do jepje ti publikut ndryshe nga ajo çfarë ti tregove në Big Brother? 2 eksperienca rikthehemi prap shumë të ndryshme, aty je në situata specifike ku ti domosdoshmërisht reagon ose jo, dhe këtu është një vend ku çerën e parë që kam nisur me ju e kam ndier atë qetësinë, le të themi, dhe kam vënë re ku un mund të shpreh atë Nikolin fiks ashtu ku duhet dhe se si duhet. Dyja në fakt përpara se të ashtu kjo mund të them që është hera dytë që ju intervistoj, sepse ju kam intervistuar të dyja më parë. Ndjehemi mirë. Më pas keni ardhur dhe jeni bërë pjesë e jona. Gjithsesi unë mendoj se ju ishit më të mira si të ftuar. Po marr mirë nga ata që të ka. Po marr mirë, ishit më të lakshëm, më të buta, kupton përpiqesh të mbaj me ty. Ato duhet. Se më çka ka, Ka gjendje, se s'ka ardhur ata akoma atë. Prandaj që po ndaj këtë eksperiencë me ju. Gjithashtu ta besoni. Edhe unë isha shumë kurioze për të dyja, edhe për ty Nikoli dhe për ty Stelina, që cili ka qenë, domethënë emocioni më i madh që mund keni përjetuar, domethënë në këtë studio, qoftë ditën e parë kur keni ardhur apo qoftë edhe në vazhdim të kaq kohës sa ju jeni bërë pjesë në Shizonair. Do ta nisësh apo ta nis? Unë do e mbaja me 2 fjalë, përgjegjësia dhe konsistenca. Pra këto kanë qenë ai emocionet më që më kanë pushtuar, le të themi, dhe ato që kam dashur t'i marr më seriozisht në çfarë unë do t'rregoja në radio. I treguar pak më racionale, domethënë. Gjithashtu. Po, jam treguar, po jam munduar të tregojmë dhe më shumë se aq, kështu që rruga e mirë. Kurse unë personalisht nuk do ta kufizoja kaq ngusht, por do thoja që dita e parë realisht ka qenë shumë emocion. Të vija në një radio ku më prisnin disa vajza të tjera që e kishin krijuar deri diku pozicionin e tyre. Dhe isha gjithë kohës në një frikë pozitive deri diku, se thoja, shiko, po i shkon në shtëpi këtyre vajzave dhe tani do jetosh bashkë me to. Ato pritën mirë mi gocë. Pritën mirë dhe kafën atje pin çaja. Domethënë, kjo ka qenë emocion deri diku i keq, po pastaj më kthye në të mirë, sepse më keni surprizuar nga mënyra se si më
keni pritur, mua edhe Nikolin patjetër, por në këtë rast po flas për eksperiencën time që shizonieri ka qenë një shtëpiz e ngrohtë, një folet dallëndyshesh. Para se të mbyllim këtë pjesë, unë doja ta fusja pak Kristinën prapë në lojë këtu. O Kristina, se çfarë është një këngë, do na i këndosh pak dhe pastaj të kalojmë. Çfarë këngësh? Pash dy syt në ball. Ata e këndoj unë zemër. Po ata këndojmë në grup. Fillojmë. Apo ta nisi Stelina. Nise. Hajde bashkë të Si done. Kreti kom dit, por Vetëm kam heshtur. Kam heshtur e kam shpresuar se dhe ti një dit do kesh ndryshuar. Pash dy syt në ball, dy syt në ball. A e din sa t'kam duruar, a mendove vall se jam e marrë, unë kam qenë e dashuruar. Dy syt në ball, dy syt në ball. Qa ke mendu kur më ke tradhtuar, a mendove vall se jam e marrë, unë kam qenë e dashuruar. Me njeriu e gabuar. Unë me njeriu në E, a mund të bëj një parantezë, ju lutem? Po, para ta mbyllim. Meqense po. Mysyshe kishim të këngën. Jo, s'ka lidhje. Mësysha, pa mësysha, kishte një diskutim shumë të gjerë, meqense po flisnim për mënyrën e përjetimit të gjithë gjërave që na kanë ndodhur gjatë këtij sezoni, duke qenë se kjo ka qenë kënga ime dhe unë e kam kënduar me gjithë shpirt, dua t'ju lajmëroj të gjithëve që mos shqetësoheni kur unë e këndoj këtë këngë, sepse unë këtë këngë e dëgjoj që nga gjimnazi, ka qenë kënga ime dhe shoqes time të ngushtë, Adrina, që unë e përshëndes me shumë dashuri. Dhe thjesht e kemi dëgjuar vazhdimisht sado kohë që kalon. Kjo është kënga jonë edhe unë e këndoj me gjithë zemër, jo sepse mund të jemi lënduar nga dashuria, pavarësisht që në atë kohë kënga përshtatej me situatë. Pra ti do të thuash që janë trauma që nga gjimnazi. Të mirë. E në për pjesën tjetër këtë gjë, në pjesën tjetër. Ju publicitet, trauma dike lë shoqja ngushtë zemër. Në publicitet sa ta sqarojnë këto. Do rikthehemi përsëri. Që është shumë fair.